Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Eurodeputeti bullgar paralajmëron se Sofia do ta përdorë veton në çdo ndryshim të konsensusit evropian për Maqedoninë e Veriut. Eurodeputeti bullgar Ilias Lazarov nga Partia Popullore Europiane kritikoi raportuesin në Parlamentin Evropian Thomas White se vepron në kontakt të ngushtë me qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut. Thomas White është plotësisht nën tutelën e Mickovskit dhe Mocunskit dhe punon praktikisht në diktimin e tyre, deklaroi Lazarov. Ai kujtoi se vitin e kaluar, eurodeputetët bullgar arritën të bllokonin propozimet që lidheshin me identitetin dhe gjuhën maqedonase. Sipas Lazarov, tani po bëhet një përpjekje për të hequr protokollin e dytë, i cili është pjesë e tash të quajturit propozimi francez. Maqedonia e Veriut ka gati ligjin për një shkollë të mesme policore, me 61 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Kuvendi miratoi ligjin për shkollën e cila do të fillojë të funksionojë nga 13 maj. Shkolla do të zgjasë 2 vite mësimore që përkohen me vitin e 3 dhe të 4 të shkollës së mesme, duke i mësuar çdo kandidati që pas 2 viteve të para të shkollës së mesme të aplikojë dhe të vazhdojë arsimin në shkollën e mesme policore nëse plotëson kushtet e parashikuara. Kandidatët duhet të jenë shtetas të Maqedonisë, të jenë mbi 18 vjeç në ditën e publikimit të thirrjes për pranimin e nxënësve, të flasë në mënyrë aktive gjuhën maqedonase, të jenë të shëndetshëm dhe psikofizikisht të aftë dhe të nështrohen verifikimit të sigurisë për të konstatuar mungesën e rrezikut për sigurinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin Maqedoninë e Veriut me 5 milion euro dollar për sigurinë kibernetike dhe strukturën digjitale. Në kuadër të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Maqedonia e Veriut do të marrë ndihmë teknike dhe financiare për përforcimin e sigurisë kibernetike dhe strukturës digjitale. Sipas Ministrisë së Transformimit Digjital, në kuadër të ndihmës teknike do të bëhen vlerësime gjithëpërfshirëse të sigurisë kibernetike me qëllim identifikimin e mangësive, rekomandime dhe masa konkrete për menjanimin e tyre, ndihmë gjatë marrjes së vendimeve për zgjidhje bashkëkohore dhe të besueshme. Rajoni. Me rastin e ditës së Kushtetutës së Republikës Kosovës, kryetari i Partisë Demokratike Bedri Hamza paralajmëroi se kushtetuta mbetet udhërfyesi ynë për ndërtimin e një shteti ligjor të drejtë dhe të barabartë. Në reagim përmes rrjeteve sociale, Hamza shkruan se në këtë ditë të rëndësishme riafirmojmë përkushtimin e Partisë Demokratike të Kosovës për respektimin dhe mbrojtjen e këtij akti në çdo kohë dhe rrethan. Kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, paralajmëron për zgjedhjet e reja parlamentare. Përmes rrjeteve sociale, Besnik Tahiri tha se të gjitha këto bllokadat, refuzimet dhe vonesat janë për pozicionim politik dhe se po vjen era zgjedhje. Ndërkohë, proceset formale vazhdojnë. Intervistimi për gjykatën kushtetuese përfundoi me 6 emra për seancë, ndërsa në komisionin për licitacion u vendos që të martën të intervistohen 23 kandidatë. Kur i shet të gjitha bashk, bllokadat, refuzimet dhe vonesat, është e qartë se fokusi nuk është më vendimarrja, por pozicionimi politik, shkruan kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kosova po vazhdon të paguajë shtrenjtë varësinë nga derivatet e naftës. Të dhëna zyrtare të siguruara nga dogana e Kosovës tregojnë se vetëm gjatë 3 muajve të parë të vitit 2026, shteti përfitoi rreth 105 milion euro nga taksat doganore, ndërsa vlera totale e importit të karburanteve gjatë periudhës janar-mars arri në afro 130 milion euro. Importet kryesore të derivateve erdhën nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Greqia, Rumania, Maqedonia e Veriut dhe Gjermania, duke mbetur burimet kryesore të furnizimit për tregun vendor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi sërish nga emisari BE-s për dialogun Prishtinë-Beograd, Peter Sorensen, formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë një takimi të zhvilluar në zyrën e tij në Beograd, Vučić pretendon se veprimet e njëanshme të Prishtinës vazhdojnë të rrisin më tej tensionet dhe rrezikojnë stabilitetin e BRISH në terren, duke minuar drejt për drejt procesin e dialogut. Sipas kreut të shtetit në Beograd, komunikimi i hapur dhe i vazhdueshëm me partnerët ndërkombëtar është thelbësor për gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme dhe afatgjata në interes të paqes, sigurisë dhe të ardhmes së të gjithë qytetarëve. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë premton një program të posaçëm financimi për ndërmarrjet me fokus investimet në burime njerëzore dhe proceset avancuara pune. Gjatë një vizite në një kompleks industrial në Durrës ku operojnë disa kompani të integruara në transport, riciklim dhe përpunim industrial, Edi Rama njoftoi se programi dyfishon ndërmarrjen tënde synon të lehtësojë aksesin në kredi për bizneset duke vendosur në dispozicion një instrument financiar me mbështetje shtetërore dhe norma interesi më të ulta. Do ta bëjmë shumë më të lehtë kreditimin me një tavan deri në 2 milion euro për çdo ndërmarrje që ka një plan për të rritur, u shpreh Rama, duke shtuar se shteti do të shërbejë si garant për investimet e bizneseve. Besoj që do t'i japë mundësi ndërmarrjeve që duan të zhvillohen më tutje, që ta kenë në krah shtetin
në formën e garantit të projektit të përkatës të zhvillimit. Kjo ma hamendja që do të ndihmoj shumë sepse ne do vendosim aty edhe kritere për pagat sipas natyrës biznesit. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në një takim me sipërmarrje në Durrës vlerësoi se ekonomia shqiptare po fokusohet në përthithjen e investimeve dhe eksporteve me vlerë të shtuar. Sipas ministres Ibrahimaj, në këtë mënyrë do të synohet të prodhojë mallra dhe shërbime që kanë një nivel më të lartë përpunimi brenda vendit në mënyrë që gjithë zinxhiri i prodhimit të mbyllet në Shqipëri, duke gjeneruar të ardhura të larta për vendin, paga më të mira dhe më shumë mirëqenie për të punësuarit në kompanitë shqiptare. 80% e eksporteve që neve kemi janë shërbime, vetëm 20% janë mallra. Ne duam të arrisim përqindjen e mallrave, ne duam ta fuqizojmë biznesin në mënyrë që të mund të eksportojnë më shumë mallra të përpunuara dhe sigurisht se thash duam që pagat që biznesi paguajnë të jetë më të larta. Partia Socialiste rrëzoi kalimin me procedurë të përshpejtuar të projektligjit të demokratëve për mekanizmin e reagimit të krizave të furnizimit dhe çmimit të lëndëve djegëse. Gjatë paraqitjes së projektligjit, deputeti i Partisë Demokratike theksoi nevojën për uljen e taksave që rëndojnë çmimin e naftës dhe qytetarët blejnë naftën më shtrenjtë se gjithë vendet e rajonit, krahasuar me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Projektligji i sotëm ofron për herë të parë në legjislacionin shqiptar aplikimin e një mekanizmi që i mungon menaxhimit krizave energjetike, duke lejuar në të njëjtën kohë marrjen e masave nga qeveria për të amortizuar rritjet e menjëhershme të çmimit të naftës dhe karburanteve nëpërmjet uljes së taksave, zërimit të tyre, por gjithashtu edhe të mekanizmave ekuilibrues, duke evituar kështu shokun mbi ekonominë familjare dhe atë prodhuese. Sipas Eno Bozdos, Shqipëria nuk ka asnjë rezervë naftë dhe në këto kushte nuk është në gjendje të përballojë as luhatit e çmimeve. Shqipëria sot nuk zotron as edhe 1 gram naftë rezervë të sigurisë strategjike. Megjithëse kryeministri pretendon të kundërtën, por kjo nuk është as pak e vërtetë. Jemi ndoshta i vetmi vend në botë që nuk e kemi një rezervë tillë, edhe pse legjislacioni shqiptar e ka të detyrueshme këtë gjë me 90 ditë. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku denoncon projektligjin e ofruar nga socialistët për porte turistike si investime strategjike, sipas saj duke qenë se ka shqetësime serioze mbi përputhshmërinë e tij me standardet europiane dhe procesin e integrimit, i është drejtuar me një shkresë zyrtare Komisionit Evropian, autoriteteve të konkurrencës në Bashkimin Evropian, Parlamentit Evropian si dhe delegacionit të BE-s, duke informuar për shkelet që sipas saj përmban kjo nismë ligjore. Sipas Tabaku, ndryshimin në ligjin për porte turistike bie ndesh me marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe prekin drejt për drejt disa kapituj kyç të legjislacionit evropian. Ligji për porte turistike, ndryshimi i fundit që vjen këtu në parlament, është në shkelje të marrëveshjes stabilizim asociimit, po njëkohësisht shkel edhe 3 kapituj të legjislacionit BE-s, më saktësisht kapitullin 5, 8 dhe 14. Nuk është gjë e re që ligjet që kalojnë këtu në parlament janë ligje me porosi, janë ligje që mbrojnë interesat veçanta, por ligji i porteve është ligji 18 në radhën e ligjeve që vinë këtu në parlament me porosi, është ligj me porosi. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënojnë mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Raportimet se Irani ka rimbyllur ngushticën janë krejtësisht papranueshme dhe bien ndesh me atë që ka thënë privatisht e Iranit tha sekretarja për mediat e shtëpisë së bardhë Caroline Levitt. The Telegraph ka raportuar se Irani ka ndaluar anijet cistern të naftës që kalojnë nëpër ngushticë duke shkelur kështu pushimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mediat shtetërore të regjimit raportuan se trafiku u ndalua me forcë në përgjigje të Izraelit që kreu sulmet e tij më të rënda të luftës kundër Libanit. Me herët SBA dhe Irani kishin arritur një marrëveshje për të riapur rrugën vendimtare të transportit detar të gjirit si pjesë e një pushimi 2 javor. Çmimet e naftës kanë shënuar sërish rritjet e njëjtën vetëm një ditë pasi ato filluan të bien pas marrëveshjes së pushimit 2 javor ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 2.2% në $96.7 për fuqi, ndërsa nafta e tregtuar në SBA, East Texas Intermediate, u rrit me 2.8% në $96.9, raporton BBC. Çmimet e naftës janë ende shumë më të larta se sa ishin përpara se të fillonte lufta më 28 shkurt. Donald Trump sulmoi sërish NATO-n për mungesën e mbështetjes ndaj Shteteve të Bashkuara në luftën me Iranin. Reagimi erdhi pas një takimi privat me sekretarin e përgjithshëm të saj Mark Rutte në Shtëpinë e Bardhë. Në një postim të shpërndar në Truth Social pas takimit, presidenti amerikan tha se NATO nuk ishte aty kur na duhej dhe nuk do të jetë aty nëse do na duhet përsëri. Donald Trump tha se forcat amerikane nuk do të lëvizin nga rajoni derisa Irani të përmbush plotësisht marrëveshjen e vërtetë të armpushimit. Trump këmbgul
se marrëveshja përcakton qartë heqjen e armëve dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por të mërkurën Anijevi u tha nga Irani se ngushtica mbetet e mbyllur. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, e ka përshkruar takimin e tij me Donald Trump si të sinqertë të hapur, pavarësisht mos pajtimeve. This was a very frank, a very open discussion, but also discussion between two good friends. Rutte qëndroi në shtëpinë e bardhë për më shumë se 2 orë. Pjesa më e madhe e mesazheve të Rutte për Trump duket të ketë qenë se shumë vende europiane nuk penguan veprimet amerikane. A large majority of European nations has been helpful with basing, with logistics, with overflights, with making sure that they lived up to the commitments. Ai theksoi se shumica dërmuese vendeve europiane kanë qenë ndihmuese me bazat, me logjistikën dhe me fluturimet mbi territor. Prandaj është një tablo më nuancuar, tha Rutte për CNN. Përpara bisedimeve të së mërkurës, Trump kishte hedhur idenë e largimit nga Alianca Ushtarake Transatlantike, pasi disa vende të NATO-s kundërshtuan thirrjet e tij për të ndihmuar në rihapjen e ngushticës së Hormuzit me qëllim uljen e çmimeve globale të naftës. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.